Edhe për 6 muajt e parë të vitit 2026, raporti i SPAK është mbushur me shifra arritjesh në goditjen e krimit të organizuar, të trafikut të drogës, sekuestrimit të pasurive të paligjshme dhe bllokimit të miliardave që pastrohen aktivitete e biznesi të licencuara nga qeveria, por brenda statistikave të SPAK mungon emri i Andrea Çaushit, alias Renato Çaushi nga Tepelena, me disa dosje për aktivitet kriminal ndërkombëtar droge, me grup të strukturuar, pengmarrje, gjovënie ndaj biznesmenve, rrëmbim personi dhe plagosje në tentativë vrasjeje. Prej 6 vitesh, SPAK nuk heton Andrea Çaushin, megjithëse ka marrë dosjet e plota për të nga ish prokuroria e krimeve të rënda dhe prokuroritë e rretheve. Madje disa nga prokurorët e SPAK kanë qenë ish prokuror të krimeve të rënda që e kanë pasur subjekt hetimi. Partnerët ndërkombëtar, konkretisht Prokuroria e Sicilisë dhe Antimafia Italiane, gjatë viteve 2022-2024, kanë kërkuar SPAK-ut hetimin dhe sekuestrimin e pasurive të trafikantit Andrea Çaushi, alias Renato Çaushi, të shoqëruar me dosje provash nga aktiviteti i tij në trafikimin e drogës dhe krime të tjera. Në informacionin që ka marrë pamfleti nga burime brenda SPAK-ut dhe BKH-s, thuhet se edhe më 19 shkurt 2026, Prokuroria e Sicilisë dhe Antimafia Italisë i kanë kërkuar SPAK hetimin e përbashkët të trafikantit Andrea Çaushi, por edhe këtë herë SPAK nuk i ka ofruar bashkëpunim partnerëve italian me justifikimin se nuk ka prova krimi në Shqipëri, kur për Andrea Çaushin vetë SPAK dhe prokuroritë Sarand, Gjirokastër, Vlorë, Fier, Tiranë e Lezhë kanë dosje trafiku droge e krimesh të tjera. Më 6 qershor 2017, Andrea Çaushi u arrestua në Tiranë bashkë me Andi Mitën, Kasëm Pilurin e Altin Ramollin nga Antimafia Italiane dhe ish prokuroria e krimeve të rënda, sot SPAK, për trafikimin e 900 kg drog nga Karaburuni në Sicili për familjen mafioze Nica. Madje arrestimi i tij u bë edhe si pjesë e grupit Laguna e Vilunit në Lezhë, që trafikonte drejt Italisë sasi të mëdha droge të grumbulluara në Sarand, Gjirokastër, Tepelen, Mallakastër e Vlorë nëpërmjet një rrjeti prej 11 personash, mes tyre 2 zyrtar të lartë policie. Por pas një muaji, Andrea Çaushi u la i lirë nga gjykata e apelit të krimeve të rënda, ndërsa prokuroria e krimeve të rënda, sot SPAK, në ujdim e spalësh, nuk bëri rekurs dhe heshti. Sipas dosjes italiane dhe dosjeve të drejtësisë shqiptare, rezulton se në vitet 2014-2022, Andrea Çaushi ka trafikuar 3.8 ton drogë drejt Italisë, ndërsa SPAK po e lë jashtë hetimit e sekuestrimit, madje e hoqi edhe nga lista e OFL-s, ku SPAK ishte autoriteti që hartonte listat dhe hetonte pasuritë. Paralelisht me mosveprimin e SPAK, Edi Rama dhe ministrat e tij kanë dhënë falas trafikantit Andrea Çaushi kalane e lëkursit në Sarand për resort, si dhe sipërfaqe publike për gurore, leje për hotele e pallate në Ksamil, Sarand, Gjirokastër, Himar, Vlorë e Tiranë. Sipas raporteve të SHish, krye trafikanti Andrea Çaushi ka 5 hotele në Sarand, Vlorë, Himar dhe 11 apartamente e 4 lokale në Tiranë, të investuara me të ardhurat nga trafiku i drogës, gjovëniet, brasjet me pagesë dhe nxjerrja në kurthe e rivalëve, miqve e bashkëpunëtorëve kriminal. Te kanali i Çukës në Sarand, Andrea Çaushi ka një hotel 7 kate, të ndërtuar me para të pista, ku kati i parë është bar kafe, por edhe një restorant tek Gjiri i Hartës në Ksamil, i regjistruar në emër të vëllait Visi Çaushi, në administrim nga familjarja e tyre, Dritjona Çaushi. Për shembull, te kompleksi i pallate Derveni në kombinat Ysberish, Astier dhe tek zona 5 Maj në Tiranë, trafikanti Andrea Çaushi ka 18 apartamente, 3 lokale, 4 dyqane, një palestër dhe 11 garazhe, të marra nëpërmjet investim pastrimit të parave të krimit tek firmat e ndërtimit Derveni 1, 5 Maj Konstruksion, BBL Tepelena e të tjerë. Fillimisht po përmendim 4 fakte nga kronologjia e mashtrimeve të ministrit të bujqësisë Andi Salla lidhur me fondet i part 3 që i ka bllokuar BE-ja pas abuzimeve me fondet i part 2. Në muajin tetor 2025, një muaj pasi Andi Salla nisi detyrën si ministër i bujqësisë, deklaroi se kishte negociuar personalisht me shefat e Komisionit Evropian dhe se në janar 2026 do të zhbllokoheshin e dërgoheshin 149 milionë euro për bujqësinë, por nuk erdhën. Më datë 18 shkurt 2026, në një konferencë për financimin e bujqësisë, ministri Andi Salla tha se më 9 mars do të shkonte në Komisionin Evropian për të firmosur marrëveshjen i part 3 me vlerë 112 milionë euro, por përsëri fondet nuk erdhën. 2 herë të tjera, në muajt prill e maj, ministri Andi Salla deklaroi në parlament se fondet e BE-s për bujqësinë do të vinin brenda muajit qershor 2026, por nuk erdhën. 2 javë më parë, gjatë një interpelance të kërkuar nga deputeti i PS-s Erion Braçe, ministri Andi Salla tha se fondet janë gati dhe do të vinë patjetër brenda vitit 2026. Por një informacion që pamfleti
ka siguruar nga burime brenda Ministrisë së Financave. Bën me dije se Komisioni Evropian i ka kthyer përgjigje të prerë qeverisë shqiptare se fondet i part 3 për bujqësinë do të vazhdojnë të mbahen të bllokuara. Sipas kushtit të Komisionit Evropian, Shqipërisë nuk do t'i jepen fondet pa çuar para drejtësisë. Zyrtarët që abuzuan me fondet i part 2 të pa u rikthyer në llogarinë e BE-s 84 milionë euro që u janë dhënë personave e subjekteve private që nuk janë fermer, ndërsa ministri i bujqësisë Andi Salla vazhdon të mashtrojë fermerët sikur fondet e BE-s do të vinë, kur nga Komisioni Evropian ka marrë 3 herë përgjigje jo, refuzim që një javë më parë i është dërguar si njoftim edhe kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Financave Petrit Malaj. Komisioni Evropian ka përsëritur vazhdimisht se rifjellimi i fondeve për bujqësinë shqiptare bëhet nga përmbushja e masave korrigjuese dhe garantimi i mbrojtjes së interesave financiare të BE-s, duke kryer hetim penal në Shqipëri prej 4 vitesh i bllokuar në SPAK. Mashtrimit që vazhdon të bëjë ministri Andi Salla ja ka nxjerr bojën edhe zëdhënësi për bujqësi në Komisionin Evropian, Olof Gjill, duke thënë se fondet i part për Shqipërinë do të jenë të bllokuara deri kur qeveria dhe drejtësia të tregojnë vullnet për gjykimin e abuzuesve. Në tetor 2025, Edi Rama mashtroi se gjoja bëhej fjalë vetëm për parregullsi dhe jo për dyshime korrupsioni, por dokumentet dhe përgjigjet zyrtare të KS kanë theksuar se pezullimi u bazua në informacion të marrë në kuadër të një hetimi të Olafit të çuar si kallëzim në SPAK, ndërkohë që Komisioni Evropian po kërkon çuarjen para drejtësisë të zyrtarëve që abuzuan me fondet e bujqësisë dhe rikthimin e milionave të dhëna në shkelje të ligjit. Edi Rama vazhdon të mbrojë drejtoreshën Frida Krifca, duke mos lejuar bërjen e kallëzimit penal nga Ministria e Bujqësisë, Ministria e Financave dhe Agjencia e Zhvillimit Bujqësor Rural. Në të njëjtën linjë me kryeministrin Edi Rama, ka qenë edhe ish drejtuesi i SPAK Altin Dumani, i cili bllokoi hetimin për kallëzimin që bëri Olafi ndaj Frida Krifcës, kur provat në dosje janë me emra personazh zyrtar që kanë dhënë 138 milionë euro dhe ata që i kanë marrë. Me ndërhyrjen e shefave të KE, drejtuesi i ri i SPAK Lodian Brau, një herë është prokurori i dosjes, furi në lëvizje hetimin më 26 shkurt 2026, duke marrë në pyetje Reni Ashikun, sekseri Frida Krifcës, ndërsa më 17 mars 2026 mori në pyetje Frida Krifcën, por si person që ka djeni. Nuk ka asnjë zhvillim tjetër për hetimin e Frida Krifcës dhe grupit të saj që kanë bërë batërdin me fondet e i part 2 që dërgoi BE-ja, prandaj nuk do të ketë as zhbllokim të fondeve i part 3, derisa ata të çohen para drejtësisë. Gjykata e lartë federale e Brazilit i ka hapur rrugë ekstradimit të Ervin Matës drejt Tiranës. Ky i fundit u arrestua në Brazil në fund të prillit, por ka ndjekur shkallët gjyqësore për të kërkuar lirimin. Mirëpo kërkesat e tij janë rrëzuar edhe në shkallën më të lartë. Vendimi mban datën 21 korrik 2026 dhe është firmosur nga ministri Alexandre de Moraes, relatori i çështjes së ekstradimit numër 1925, ku kërkues është qeveria e Republikës së Shqipërisë. Në vendimin e publikuar nga Euronews Albania paraqitet edhe kronologjia e procedurës. Pas gjykatës, masa arrestit përandalues ndaj Matës u caktua më 11 mars 2025, ndërsa arrestimi i tij nga Policia Federale e Brazilit u ekzekutua më 25 prill 2026. Pas arrestimit, gjykata e lartë federale zhvilloi procedurat për marrje në pyetje të personit kërkuar për ekstradim. Mbrojtja paraqiti kundërshtimet e saj duke kërkuar rrëzimin e kërkesës për ekstradim ose zëvendësimin e arrestit me masë alternative të sigurimit. Avokatët e Matës pretenduan se Shqipëria nuk kishte respektuar afatin ligjor për formalizimin e kërkesës për ekstradim. Sipas tyre duhet të shqyrtoheshin edhe çështje të tjera që lidhen me jurisdiksionin për veprat penale të pretenduara. Gjykata e lartë braziliane nuk pranoi këto argumente. Në arsyetimin e tij, ministri Alexandre de Moraes thekson se kërkesa formale për ekstradim ishte protokolluar pranë autoriteteve braziliane më 7 mars 2025 dhe ishte rikonfirmuar përmes notës verbale të ambasadës së Republikës së Shqipërisë të përcjellë më 2 korrik 2026. Sipas vendimit, ky dokumentacion provon vazhdimsinë e interesit të shtetit shqiptar për ekstradimin e Matës dhe përmbushjen e kërkesave procedurale. Gjykata i referohet gjithashtu qendrimit të prokurorisë së përgjithshme të Brazilit, e cila ishte shprehur në favor të pranimit të kërkesës për ekstradim dhe kundër lirimit të tij. Në vendim argumentohet se arresti parandalues në procedurat e ekstradimit është një masë thelbësore për të garantuar që personi i kërkuar të mbetet në dispozicion të autoriteteve dhe për të siguruar zbatimin e një vendimi të mundshëm pozitiv për ekstradim. Ministri Alexandre de Moraes vlerëson se në rastin konkret nuk ekzistojnë rrethana të jashtëzakonshme që të justifikonin heqjen e masës së arrestit, duke përmendur edhe rrezikun e largimit të personit të kërkuar. Në përfundim, gjykata e lartë federale e Brazilit vendosi rrëzimin e kërkesës për shfuqizimin e arrestit parandalues ndaj Matës, mos zëvendësimin e arrestit me masa të tjera sigurie, rrëzimin e kërkesave të mbrojtjes për arsyeën e veprimeve të tjera hetimore. Me këtë vendim Ervin Mata do të vijojë të qëndrojë në arrest në Brazil, ndërsa vazhdon shqyrtimi i kërkesës së autoriteteve shqiptare për ekstradimin e tij. Mata është në kërkim ndërkombëtar nga SPAK që nga nëntori i vitit 2023. Gjykata e lartë federale kishte lëshuar
dërtuar një urdhër arresti për Ervin Matën, i cili kërkohet nga SPAK si përgjegjës për trafikimin e sasive të konsiderueshme të kokainës nga Amerika Latine në Europë. Më herët, drejtësia shqiptare ka paraqitur një kërkesë në gjykatat braziliane për ekstradimin e biznesmenit. Sipas prokurorisë së posaçme, Ervin Mata së bashku me grupin e tij janë përgjegjës për trafikimin e lëndëve narkotike nga Amerika Latine në Europë. Po ashtu sipas SPAK, këtij grupi janë kapur prej një periudhe kohore prej 2 vitesh, një sasi prej 931 kg lëndë narkotike. Paratë fituara nga aktiviteti i drogës, grupi i strukturuar kriminal besohet se i ka investuar në Shqipëri në ndërtim, për të mos rënë në sy të autoriteteve lëvizjen e parave e bënin nëpërmjet sistemeve hawala.